tani me akuzën e korrupsionit pasiv. Dhe kur u ngrit një akuzë e tillë, SPAK vendosi dhe sekuestrimin e 16 pasurive të Jamar Maltezit. Dhe ai e kundërshtoi faktikisht këtë vendim, gjykata e shkallës parë e lanë fuqi, e kundërshtoi dhe në gjykatën e apelit e lanë fuqi, e çoi dhe në gjykatën e lartë me rekurs dhe përsëri gjykata e lartë e lanë fuqi, çka do të thotë që u ligjërua sekuestrimi atyre pasurive, 16 pasurive. Tani, i pandeuri ka të drejtë her pas here që mund të bëj kërkesë, sikurse e bën për masën e sigurimit, që thotë kjo masë e sigurimit është e rënd, bie fjala dhe duhet mos zvendçosh, kërkon edhe për sekuestron, që të hiqet sekuestrua, është një drejtë e tij që e kërkon. Por faktikisht si gjykata e shkallës parë dhe gjykata e apelit ja kanë rrëzuar me të drejtë. Pse? Sepse tashmë pritet gjyqi i themelit, dhe në rast se gjykata e themelit do të konkludojë që ai është fajtor për veprën penale të pastrimit produkteve që rrjedhin nga një krim, edhe për korrupsionin aktiv, si dhe për mos deklarimin e të ardhurave, atëherë këto pasuri të sekuestruara, këto gjykata do shprehet që t'i konfiskohen. Dhe konfiskim do të thotë që t'i kalojnë shtetit shqiptar këto pasuri. Në rast se do deklarohet i pafajshëm, atëherë këto pasuri të kthehen sepse thonë nuk janë nga burim krimi e tjera. Kështu që në rastin konkret do pritet vetëm vendimi përfundimtar i formës për herë. Këtu problemi nuk është për ta paragjykuar çështjen, por sekuestrimi që ka bërë organi i akuzës faktikisht në këto 16 pasuri, duke patur parasysh gjithë aktivitetin kriminal, të familjes Berisha, posaçërisht, edhe ai ishte pjesë përbërëse e kësaj familje, edhe fakti që edhe në shpalljen e tij non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse edhe gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes, është futur dhe kjo korrupsion i lartë shtetëror, pra në formën e bashkëpunimit. Ky është bashkëpunëtor në këtë korrupsion të lartë shtetëror, por për fatin e keq SPAK ka qëmtuar vetëm ato që kanë qenë të dukshme. Do të thënë, ka shkuar vetëm tek zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme këtu në kadastrën e Tiranës dhe nuk ka një hetim të thelluar për të parë se kaq janë 16 pasuri që duhet vendosur sekuestro apo kam shumë. Dhe të jeni të bindur për këtë gjë, jo me hamendësira, por në rast se SPAK do hetonte edhe pjesëtarët e tjerë të familjes tij dhe kur bëhet kontrolli i pasurisë së dikujt që është subjekt i kontrollit pasurive, zoti Noka e di më mirë këtë gjë dhe mund ta thotë, janë, domethënë bën pjesë gruaja, bën pjesë fëmijët, bën pjesë babai, nëna, motra, vëllezër e tjera me radhë. Këta faktikisht nuk është prekur asnjëri prej tyre, është parë vetëm çka ka Jamar Malteze dhe në këtë aspekt domethënë këtu ka defekte serioze SPAK. Zënova, për çështjen e fjalë, po edhe në tërësi, në raport me ato çka po themi veprimet, aksionet që vetë bën sistemi i drejtësisë, arrestimet që bëhen, fokusi kryesor është çfarë ndodh me pasurinë e figurave kryesore të politikës. Nëse konstatohet që është e vjedhur apo e marr popullit, a duhet të rikthehet atyre dhe a është bërë një gjë e tillë deri më sot? E konsideron si një hap këtë të vlefshëm për qytetarët apo ende ka punë? Për fatin e question, pra për te asaj pjesës demagogjike apo të propagandës, nuk ka ndodhur kjo në pjesën e politikës, ka ndodhur në pjesën e krimit të organizuar, pra kemi pas disa raste, janë paraqitur edhe shifra të cilat pasuri janë konfiskuar, por ajo që më shqetëson më tepër është standardi i gjyqësorit, që ne futemi direkt me hapat e parë, me konfiskime, me bllokim prone, dhe pastaj të dalin në një fluss saponit kur ketë një gjykim me themel. Pra, nuk e kapin nga koka, po kapin nga bishti pjesën. Do të ishte shumë mirë që çdo të kishte një hetim të thellum, të kishte një venim gjyqësorit, pastaj të ishin edhe aktet konfiskimit,
të kësaj prone të kthimit në një farë mënyre për